Pa shumë Myri e Dali dhe sot që të fitojmë kora është 10:02 minuta zënja zotrinj, jemi live këtu në MCN TV si çdo të martë të mërkur dhe të premte. Të martë të mërkur ne jemi në orën 10 darkës dhe në 11, ndërsa të premte fillojnë në orën 9 darkës. Ju mund të ndiqni këtë emision për qefin tuaj përveç se në ekran live, edhe në zonë e lirë official që ju mund të abonoheni, bëni një subscribe, sa më shumë të jeni ju, aq më mirë jemi dhe ne. Ky episod sonte është episodi 1046. Kjo është pjesa e parë, P1. Dërsa kjo kutia që del këtu në ekran, është një kuti magjike, thjesht një QR kod në fakt, ku ju mund të lini pyetjet tuaja për të ftuarit e mi. Sonte përveç Marsit Gupit, avokat penalist, dhe jo vetëm, dhe Sebastian Zonjët, Gazstar Plus në MCN TV, për herë të parë në studio kam dhe Indrit Vokshën, analist politik i njohur tashmë për gjithë ju. Indrit, faleminderit që më erdhe. Faleminderit juve. Me Indritin, Marsitin dhe Sebastianin do mundohemi të trajtojmë dhe të hedhim dritë, të dezim projektorët mbi disa aktualitete të ditës dhe të javës. Fillojmë pa më burkolet jo, edhe pse Flogerti sot nuk e kemi do, sepse është rrugës për Amsterdam, nuk e kemi do të lidhje direkte. Flogert Muçën nga Haga, ishte atje tek në gjyqin e Hagës, që unë mbyll sot duhet thënë. Sot ishin fjalimet e fundit të Thaçit dhe të krerëve të tjerë. Le të themi dy fjalë, kështu që Ledio plas fix titullin e parë që ke në skalet, shtuhet nga Haga. Kush e kanë ndjekur më shumë nga ju këtë? E kanë ndjekur Indriti apo Sebi? Seb, Indrit? Për shkak punës, po... Indrit, e kanë ndjekur gjyqin me pak fjalë, do rrim vetëm pak minuta këtu. E kam ndjek gjyqin. Më thuaj të lutem, hyn dhe ti te ata njerëz të cilët bërtasin me të madhe, prokurori idiot ndërkombëtar, tha kryeministri shqiptar, Ramsi IV, alias Sultani, dhe disa ditë më mbrapa, vetëm dje, pash rrjetet sociale, duket në TikTok, pash dhe Fantomasin e shkret që thoshte të njëjtën gjë, por nuk tha idiot ndërkombëtar. Fantomasi tha idiot kontekstual, idiot jashtë kontekstit, një gjë e tillë. Ti Indrit ku hyn? Hyn te bardhëzi, pra që ata janë të këqinjtë dhe krerët e OÇK-s janë komplet pafajshëm, po bëhet një padrejtësi e madhe, apo e shef me nuanca këtë histori? Unë nuk hy te bardhëzi, unë hy te kuqezi. Dakor. Në kuptimin që nuk mund t'jap një trajtim patetik çështjes, por ndërkohë nuk mund t'jap asnjë trajtim në kuptimin servil të ndërkombëtarëve, sepse ne e kuptojnë çfarë është ajo. Ajo është një mekanizëm për të larguar nga politika krerët e OÇK-s. Nuk kanë nisur sot, qysh në vitin 2005 në Der Spiegel kanë dalë artikuj për Hashim Thaçin, Xhavit Halitin, Ramush Haradinajn, artikuj cilët është thënë dhe atëherë që kanë qenë të shërbimeve gjermane të cilët nuk i duan këta njerëz këtu. Në vitin 2008 Hashim Thaçi ka pasur një konflikt ku arrestoi 3 njerëz të cilët doli që ishin agent të shërbimeve gjermane dhe thonë shkurt gjermanët asnjëherë nuk e kanë dashur, as britanikët nuk e kanë dashur dhe kanë gjetur mekanizmin për ta hequr nga politika. Është 6 vjet dhe nuk mund t'i themi idiot prokurorit, por mund të themi që fuqitë e mëdha po na dënojnë politikisht siç na kanë dënuar herë të tjera. Ky është qëndrimi jot. Ky është qëndrimi. Po, nëse unë të pyes kush e ka dashur kokën e tyre, ti e the se kush, gjermanët dhe britanikët? Europa. Po kjo është shumë e përgjithshme. A di ndonjë klan caktuar, ndonjë fuqi të caktuar brenda këtyre vendeve që nuk kanë dashur këta njerëz në pushtet dhe ndaj burgosën? Po shiko, sepse këtu thuash Europa, Gjermania apo Anglia është pak e përgjithshme. Nuk këto janë në vende konkrete, nuk është e përgjithshme. Jo, vendet janë, po e kanë fjalën se thuash, nuk është se kemi ndërra zyrtare nga shteti gjerman apo shteti britanik që ata duhen burgosur. Pra kur ti thua këtë gjë me siguri duhet të kesh disa info, disa gjëra në kokën tënde, nuk besoj se planet nuk dalin në sipërfaqe, po pra, po sipas teje, kush e donte kokën e tyre? Vetë shteti për interesat të veta. Po përse Gjermania për të vendosur njerëz më të besuar, pra shkuarja e këtyre në Hag ju ka hapur rrugën Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit. Është fakt. Ti thua, atëre një sekond, ti thuaj që një fuqi më e madhe për të sjellë Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin në pushtet, për të sjellë njerëzit e tyre. Njerëzit më të besuar të tyre. Dhe është dashur që t'i futin brenda? Sigurisht sepse këto janë struktura shumë të forta pushteti dhe bazamenti në Kosovë. Hashim Thaçi nuk është kreu një organizate jo qeveritare, por është komandanti politik i UÇK-s dhe njëri i lidhur me botën e biznesit dhe të forcës në Kosovë. Pra Indrit, nëse kuptova mirë unë, gjitha akuzat të cilat rëndojnë mbi këta njerëz, ti i bën nul, pra për ty nuk ekzistojnë. Unë bëj nul vetëm diçka. Këta janë marrë dhe janë çuar atje 6 vjet.
pa pasur një dosje. Pra Hashim Thaçi është kapur në avion vetëm për të mos shkuar në Amerikë, për të bërë atë marrëveshjen. I kanë kapur, i kanë futur atje dhe kanë thënë që po i mbajmë këtu derisa të konsolidojmë. Dhe kujtuar njerëzve bëhet fjalë marrëveshjen e ndryshimit kufit. Marrëveshjen e Washingtonit. Dhe i kanë futur aty dhe gjatë kohës që i mbajnë në paraburgim, bëjnë edhe dosjet. Nuk është se ka pasur diçka të konsoliduar, sepse edhe vepra për cilat ata akuzohen, kërkon një provë shumë të fortë, kërkon planifikimin dhe paramendimin. Se nëse do ju thuar që kanë ndërmarrje të përbashkët kriminale... Po dëshmitarët që kanë dalë kundër tyre, janë të gjithë të vënë, thuat, janë të paguar? Dëshmitarët, dëshmitarë. ata kanë operuar me dëshmitar sekret, që nuk është normale, por një pjesë e dëshmitarëve që kanë qenë publik, kanë qenë përgjithsisht të qesharak. Pra kemi përfunduar në dëshmitarë të cilët kanë thënë, më ka vjedhur që këja lopën. Po ndërkohë nuk flasin për këtë lloj dëmesh, po flasin dhe për vrasje njerëzish. Vrasjet e njerëzve duhen provuar konkretisht me lidhje shkakësore. Ne, në varësi të emocionit politik që mund të kemi pro ose kundër Hashim Thaçit, mund të themi ka vrarë Hashim Thaçi. Mirë po t'i japësh stof penal dhe kuptim penal, duhet ta provosh me lidhje shkakësore, ku është implikimi i këtyre njerëzve në vrasje. Dhe ti Sebastian thuaj që, faleminderit, ti Sebastian thuaj që gjykata deri në këto momente nuk arriti dot, prokuroria nuk arriti dot që të provojë asnjë lidhje shkak pasojë përsa e përket vrasjeve për cilat akuzohen? Nga të gjithat që kemi dëgjuar faktikisht... Se ka qenë publik gjyqi, apo jo? Pikërisht. Për akuzat që janë ngritur, që janë akuza shumë të rënda, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duhet të provosh së pari që po flasin për një organizat që ka në thelb dashjen. Dashja është elementi kryesor i një vepre penale, pra janë bërë bashk për të bërë këtë vepër penale. Ajo që ne kuptojmë, po e marim juridikisht, për çdo qytetar që na kupton. Si ka mundësi që të gjithë komandantët e zonave kanë dalë të pafajshëm kur kanë shkuar në Hag, gjyq, në krahun tjetër ti thua që ti je një organizat që ke kryer këto krime. A mund të ketë pasur krime? A mund të ketë pasur probleme? A mund të ketë pasur vjedhje? A mund të ketë pasur plaçkitje? Ti thua nuk është provuar për këta të katërt që pritet dënohen, apo jo? Jo. Dhe që janë kërkuar 180 vjet burg. Me aq sa ne shohim, nuk është provuar. Atëherë ka shkalluar gjykata e Hagës, prokuroria. Ka drejt Ramsi dhe Fantomasi që i thonë idioti. Unë besoj se ky është një gjyq politik, i cili është bërë për një arsye shumë të thjeshtë. Je dakord me Indritin apo ke një qasje tjetër? Indriti thotë ishte për të hequr nga skena. Nuk besoj për heqje nga skena, por besoj për diçka tjetër. Cila është? Ma thuaj me Krijimi i kazusit për shkëmbimin e territoreve në Ballkan nga amerikanët pa lejen e evropianëve, çoi që evropianët e thonë në Ballkan nuk ndodh asgjë pa lejen tonë. Pra, dhënia e një kazusi ku mund të bëhet shkëmbim territoresh midis Kosovës dhe Serbisë, do të ishte një kazus i cili establishmentit apo deep state-it siç quhet në Evropë do të mund të shërbente si kazus në Ukrainë. Siç e dim, shpesh herë Rusia e ka lidhur edhe Krimen dhe çështje tjera i ka lidhur me çështjen e Kosovës. Evropianët vunë veto dhe thanë nuk ka shkëmbim territoresh. E kuptova. Ti mendon që Serbia mbrapa kësaj pretence? Nga aja tek zhëja. Si do të thua Serbia ka kap prokurorin e Hagës? Nuk ka kap prokurorin e Hagës. Po si? Ka fakte të njëpasnjëshme se si vit pas viti Serbia ka stisur disa prej akuzave që ngrihen ndaj krerëve të UÇK-s. I ka stisur? I ka stisur. Serbia ka shkuar deri aty, sa ke personat... Që Serbia i stis, unë këtë e besoj. Po që Serbia të kapi një prokuror që të kërkoj 25 vjet burg. Shtëpia e Verdhë, për shembull. Është stisja. Ara, jo nuk është fare në akuzë. Po mbi këtë u ngri gjykata. Dakor, u ngri gjykata, pra të bëja nuk është në akuzë. Pra, stisja nga aja, që është shtëpia e Verdhë, se nuk është vetëm... Ti thua kaloi të shërbimet për të ngritur gjykata. Rusia e para që mbështet diplomacinë serbe dhe Serbia e cila nga dita në ditë punon për këtë lloj gjëje. E kuptova. Koha do na tregoj më shumë. Marsi, ti si avokat penalist që je. Po. A mund të më thuash të lutem, bile para se më thuash në vin mesazhet e QR kodi që quhet Totus. Antoni thot mirëmbrëma Çani, komplimente për Indritin që ke ftuar sonte, sidomos në praninë të Sebit, është një vlerë e shtuar për emisionin. Pyetja është, a ka tjetër hallk pas gjykatës speciale për drejtues të UÇK-s? Pilafi thot, mirëmbrëma Çani, pyete pak Sebin kush qethur? Perl. Bani thuj, të Albani. Te Bani, te Voribomit? Pash ku ke Voribom, studio. Te Bomi, Bani, te Bani. O Marsid, Po. I dëgjove dhe Indritin dhe Sebin.
Je diku në mes? Jam diku në mes, sepse unë mendoj që konvergojnë disa shkaqe për të arritur në një qëllim funksional caktuar. Është edhe çështja e lëvizjes së elitës politike dhe konsolidimit partnerëve të rinj, gjë që konvergonte pikërisht me këtë gjyq. Pra unë nuk mendoj që në thelb akuzat qëndrojnë. Dhe e dyta është edhe çështja që gjithmonë ka shkaqe që prevalojnë dhe që përfitojnë. Për shembull, është ideja e delegitimimit luftës së UÇK-s ose e prishjes së imazhit të shefit politik dhe të komandantëve, duke cilësuar si kriminal luftet të cilët kanë bërë vepra penale, por po të shikojmë procesin asnjë nga dëshmitë ose provat nuk ka një fakt ose një provë të drejtë për drejtë që implikon. Me drejtë që thajnë drejti janë gjëra, domethënë, që nuk e vërtetojnë elementin e fajësisë ose si mund të kërkoj tjetri 45 vjet që se s'ka fakte të blinduara më burr, se kjo është çmenduri. Imagjino sikur gjykata për një moment, edhe sikur gjykata tregohet tolerante, po themi, dhe të bëjë nga 45, të bëjë 25 ose 20, pra për shumë, nëse kjo thotë Indriti dhe Sebi janë të vërteta valla. Pa një moment duhet sqaruar kjo historisë, ata janë njerëz valla, nuk janë kafsh. Të asnjë nga ato deklarata unë s'kam parë që të bëhet lidhja e para njëre bashkëpunimit midis tyre komandantëve, e dyta implikimi i anës subjektive, që është dashja, me drejtë që tha Sebi, pra është qëndrimi ndaj veprës penale, pasojat që ti kërkon dhe përfitimi që ke prej tyre, nuk faktohet. Dhe kjo erozon në esencë procesin. Ama në lidhje me shkaqet politike dhe marsyet e tjera që janë konkretisht arsye force, pra është real politik, mendoj që konvergojnë. Është dhe interesi i Serbisë konvergon me interesin e partnerëve të Bashkimit Evropian, të cilët duan të bëjnë lëvizjen e elitës politike, e cila ka qenë goxha e hermetike dhe goxha e konsoliduar, duke përfshirë dhe grupet e interesit. Unë e kuptoj këtë gjë, mund të japë një çështje për nxjerrje nga politika. Po kjo më duket shumë ekstreme. Kërkesa për 45 vjet burg, i bie të vdesin atje ata, ose të dënohen aq. Kur konvergojnë shumë interesa, gjëja bëhet e komplikuar. Pra i bie që këta të kenë shkelur në kallo të tmerrshme valla. Ramushit 25 vjet i kërkuan për mori 0. Po. Ramush Haradinaj. Pra ti thua nuk është çudi gjykata ashtu fare? Nuk është çudi. Se do diskreditoj drejtësia ndërkombëtare totalisht. Nisesh nga premisa që prokurori nuk është mirë. Ose që është i kapur. Prokurori duhet justifikoj vetëm, prokurori në vetvete për nga natyra është represiv. Është i ndërtuar si represiv. Gjykata ka gjykata mund të harrijë nga 45-0? Patjetër, nga 25-0. I bie që t'ia marrë njerëzin prokurorit në sy të gjithë botës. Ai prokuror pastaj duhet të zhduket. Prokurorëve përgjithsisht ju merret erzi kur kërkojnë përveç në Shqipëri. Në gjyqet penale, procedura penale, sidomos procedura penale ndërkombëtare, ka një parim shumë të rëndësishëm, i cili quhet parimi i objektivitetit, që do të thotë prokurori kur ngrej një akuzë, nuk niset me perspektivën që vepra penale është kryer dhe duhet ta faktoj, po niset dhe nga perspektiva që mbase faktet dhe provat të cilat janë pjesë e procesit nuk e faktojnë dhe nuk ka vepër penale. Dhe perceptimi që krijohet publik është ideja që këto qëndrojnë tash si ka mundësi që qëndrojnë. Mund të jetë edhe komplet e kundërta, dhe s'është asnjë çudi dhe nuk është se unë mendoj mendova që drejtësia e tekalonte perceptimin. Mendova se nisi nga thua operonte me elemente të tjera. Perceptimi është element shumë i rëndësishëm në drejtësi. Jo më kodësh dhe parimi i aksesit edhe i publikut. Që një çështje publikohet sepse nevojitet edhe perceptimi që ka. Tani një pyetje absurde, por jo e pamundur. Nga që jam duke riparë në fakt se e kisha parë si ashtu, por tani po e shikja Netflix fakt se e dija si histori. Nuk e di sepse më kujtua sot nga që kishin çështjen e këtyre, të Hagës, Indrit, po shifja këtë në Netflix, historinë që në Shqipëri nuk e njeh njeri, po që shën si ka. Po shifja historinë e këtij pronarit të madh që ka qenë deri para 10 vjetësh, më pak, deri para 7 vjetësh ka qenë pronar i madh. Robert Murdoch. Jo, pronar i madh me origjinë libaneze ky, francez dhe libanez, i Renault dhe i Nissanit. Pa, ka qenë njeri Renault, pastaj këta e çuan te Nissani në Japoni se Nissani kishte probleme për të bërë një bashkëpunim, një kështu fusion. Shkoi atje, një moment caktuar pas shumë viteve e ngriti dyja kompanitë, dhe Renault dhe Nissanin, pra i mbajti të dyja, ata i thanë mos i mbat dyja, hajde vetëm këtu. Filloi të jetonte atje për shumë vitesh në Japoni, në Tokyo. Erdhi një moment caktuar i futën në brylin, intriga gjëra, se bëhet fjalë para të madhe shumë. Ky ishte një superstar ndërkohë, kupton? Takoj me shefa shtetesh e kështu sepse. Dhe në moment caktuar e futën brenda. Në Japoni që ka të mërshme, se në Japoni po futet brenda, valla me 90% i dënuar. Nuk ka këto prezumimi pafajësisë si në Europë, si në këtë botë. Dëshon në procedura penale. Atje nuk ekziston prezumimi pafajësisë. Këtë po dëgjova me shumë interes, ishte shumë e bukur. Në moment caktuar nga që ky pretendonte që s'ka bërë asgjë dhe nuk kishte prekur asnjë lek se ky fitonte 8 milion euro në muaj, 8 milion dollar në muaj, e kupton?
pra s'kishte absolutisht asgjë që mos hyj detajeve, një moment caktuar, në momentin që fut brenda e pa që as avokati nuk ja lejonin në marrjen pyetje 3 muajt e para, tha, unë duhet të gjej një mënyrë të ratisem. Është histori e vërtet. Është film Netflix, kush do ta shohë le ta shohë. Është shumë e bukur dhe u aratis. U aratis, sigurisht mori disa gringo, disa amerikan, gringo i theme për këtë liun, amerikanëve se i kam shumë gjatë. Ish ushtarak dhe ish kështu të CIA-s. Bile njëri ishte akoma, duket, po këtë nuk e thot mirë ajo filmi. Dhe ata e përgatitën gjithë strukturën, ky arriti të dali pagoj 1 miliard. Qa ka Japonia? Garancin. Kaucion, garancin. Po pra që ta garancin. nxirrin. Mi po ishte gjithmonë me polici i ruajtur. Në survejim. Në survejim. Bam vjen një moment, e sigurojnë këta gjithë infrastrukturën, erdhen, e marrin e futin një valixhe, sikur ishte një grup koncerti që të këndonte, ato valixhe, jo valixhe, nga ato si kutit mëdha që futen këto kitarat, që futen këto gjërat e, ke pasur këto kutit që kanë koncerte zakonisht, janë të mëdha, futet brenda i çan një vrim që të mirë të ajër, kaluan aeroportin, nuk e futën te ato rrezet që ta kapte, kaluan e futën në avionin në jet privat që e kishte të gjitha me pagesa të gjitha këto, edhe ai iku në Liban. As në Francë nuk vati dot sepse Japonia dhe Franca e kërkonin të dyja dhe jeton në Liban. Dhe thanë, nuk jam për pishman, dhe po të më ndodhte prapë një të gjithë do bëja, do ikja. Nuk i shmangen drejtësisë, por do ikja sepse është e pamundur, është një gjë fare absurde kjo që po më ndodh. Dihet që është një luftë e brendshme që ba kanë bërë X japonez, X grupet e tjerë. Sa mundësi ka Thaçi dhe shokët e tij ta ratisen nga Haga nëse dënohen. Kjo është pyetja ime. Për momentin e pamundur. Për momentin. Sa mundësi teorike ka? E para nuk kanë ku arratisen sepse nuk kanë një Liban si atë dhe që të shkojnë dhe ata në Libanin e tyre. E dyta Gjendet vendi. Nëse pagesa është e lartë, gjendet vendi. është e bukur kjo që thonë kudo ku ke një ishull vetmuar është i britanikëve. Nuk ka një dhe e dyta këta nuk deshen të bëhen si Karagjigji dhe Mladiqi dhe këta tjerët për t'u arratisur për të mos u përballur me drejtësinë. Për t'ikur nga absurdi, përgjithsisht shqiptarët kanë shkuar dhe janë përballur me gjykatën edhe kur ka qenë absurde, edhe kur ka qenë Pra ti thua, nuk e shkon fare në mendje kjo gjë, po të jap vendos ti vetëm në vend aty. se mund të arratiseshin kudo. Edhe sikur të dënohen 20 sa vjet. Nuk do të arratisen. Është vetë mënyra se si ata janë qasur drejtësisë edhe kur ka qenë e padrejtë. Po do mund ta bënin që se do vendosin për Jo, to? nuk janë aq të talentuar dhe aq të pasur sa ky Renos. Zyrtarisht nuk janë aq të pasur sa ky Renos. As privatisht. Po praktikisht mund të jenë. As privatisht. Thonë që janë pra. Thonë, dakord, shpresoj që të mos i kanë quar në gjyq me këtë që thonë që janë. Po që se është perceptim që thot Marsidi, me sa po shohim portale ka shumë pasuri. Jo ata vetë në emrin e tyre, po familjarët e tyre. Po familjarët e tyre nuk kanë ndonjë pasuri, kanë grupet e tyre, partitë e tyre, se këta kanë qenë afër me biznesmen caktuar. Nëse çon si ka, ti thua një dritë që ata nuk do e bënin, as nuk e shkon në mendje kjo. Nuk mendoj që do e bënin. Sep do e bënin? Ja. Jo, Marsidi. Unë jam i bindur që jo. Jo. Edhe nuk ekzistojnë as kushtet për ta bërë. Por edhe po dish që të ekzistonin kushtet, mendoj që nuk kanë vullnet. Duan të përballen dhe të vërtetojnë pafasinë e tyre. Dakor. Çani. Aledio. Unë them këtë pronarin e Renault dhe Pra, me që jemi duhet ta çojmë diku. Ore, Nisani pas ka një makinë. Po, Nisani pas ka një makinë pa para, më se e pash tani këtu, ka një GT. Të gjithë? Ato makinat e shpejta. Një perle pa para, po e shika, një perle makinë, o Marsit, se ti ke qef. Po. Po ti çfarë zhumë të bukur bënte më burr. Atë ka Nisani me atë mburret, me një GT. Me atë do të arratisen. Jo, s'ka lidhje, jo. Po shifja Nisanin japonez. GT-ja që e ka pa, e ke parë se? Jo, se U çfarë perle futu pastaj në YouTube kur të mbaroj, më shumë mrekulli. Le di, e ke parë GT-n e Nisanit? Yll është e bukur shumë është. E bukur është. Pyta. E me qëra fjala, më vinë. Ka të bëjë dhe ku e naftë. GTR, se Shumë thash bukur me Ka të bëjë dhe ku e këto. naftë. Alors on danse. Ansi Kingu thot urime çan për emisionin që bën. Faleminderit Ans, mirëmbrëma çan thot STRL-ja, pyetje për çunat në Ballkan xhiron shpreha që serbin po se munden luftë nuk të shqitet. A e ndjen serbi që është mundur nga shqiptarët? Mandi thot pyetje te QR kodi po lexojmë. Mandi thot pyetja është gjykata e Hagës një mënyrë për të balancuar humbjen e për të hequr dhe diçka Kosovës dhe normalizimin fundimtar të marrëdhënieve. Behar Karaj thot përshëndetje Arian, pyete panelin, a ndikoi presioni publik dhe ai politikë shqiptarëve të Kosovës në lidhje me dënimin e ish krerëve të UÇK-s dhe si do garantohet pavarësia e saj.
Pilafi shkruan sërish, thot pyeti pak çunat kush e njeh Altin Raxhimin. Ç'është Altin Raxhimi? Pilaf. S'kemi kohë për këto gallata, Pilaf. Jemi serioz në emision. Dakor, mi që quhesh Pilaf vetë, po na fu dhe emra të tjerë të panjohur. Tedhi thot, Arian, të lutem i thoj Sebit që amerikanët nuk kanë dashur shkëmbim territorësh Kosovë-Serbi, por serbët dhe rusët mund të përdorin si precedent për shkëmbime territorësh Serbi-Malizi duke i dhënë Rusisë një dalje në det, dakord? Gregor Papas thot çani të ngec transmetimi. Ku? Ku ngecin në YouTube? Shive që YouTube-in, të lutem se ka një ngecje në YouTube, radio. Të transmetimit. Bën kështu Carlos Gon që vetë ky Renos dhe i Lisani që u thash. Personazh gjigant. E shoh është në Netflix, është perl, mos e humb. E ke dhe anglisht, e ke në çdo gjuhë. Gogozhare thot pyete pak panelin, a mendon se burgu për Gogozhare ty? Pilat. Pyete pak panelin, a mendon se burgu për UÇK-n është në fakt një marrëveshje Kurti Vučić për të arritur më vonë të pavarësia? Antoni, Carlos Gon, një gjeniu i biznesit, e mori Nissan në falimentim dhe ngritin e litën makina japoneze, po fiks, po tamam. Pas ka shqiptar që e njohin këtë histori, e shikon? Giulia, thot një mbrëma, po flitet se ndërhyra nga gjermanët dhe anglezët në interes të Rusisë, atëherë gjithçka është lojë, jo embargo, jo Putini e tjerë. Lojrat e Moskva ekziston, kudo në për elitat vetëm të bëj populli sotin. Dakor, Giulia? Çfarë ndodh me, thot Makartisti, thot çfarë ndodh nëse mblidhet Parlamenti i Kosovës, njësësi aprovoi, anullon, degeneron dhe e shpat pavlefshëm gjykatën që po gjykon komandata. Shpat pavlefshëm vendimi? Nuk besoj. Po doje bën, po nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Pse nuk ka votat? Shkri represioni do të jetë shumë i madh nga aleatët, nga amerikanët, evropianët. Dakor, vazhdoni shkruani te QR kodi, ndërkohë Ramsi niset në Ameriqi e kam për me përktheli, e kupton? A do puthet me Trumpin, kjo është pyetja, është në avion apo jo, i dritë, nuk dim gjithse, po ta lë ty në fillim fjalën. Çfarë dim konkretisht, këtu nuk na duhen fakte se nuk kemi, na duhet thjesht të imagjinojmë a do takoj, a do puthet me Trumpin apo jo. Nesër është takimi i bordit paqes. Është nisur pas dite nga informacionet që kam, nuk e di ku e ka bërë tranzitin Gjermania apo në Turqi. Pse nuk nisë do dire nga Tirana, a? Po do duhet ishim nisur nëse ka kaq kohë që thuhet që Mirë, po pse nuk ka një linjë për shkak të veçantë për drejt, jo. Jo, ai mund të nisë nga Tirana nëse ka një avion për shkak se ai zakonisht lëviz me charterin e vet apo jo, Ramsi? Se dia e bën dot me charter që të shkojë për 8 orë. Jo? Nëse çon si ka, edhe Që do takohet me Trumpin, po, kjo është e rëndësishme. Është një ngjarje që ka rëndësi. Komisioni Evropian do të çojë një delegat. Do të thotë që Evropa në vetvete ka çuar një përfaqësues të vetin. Kjo është një ngjarje e rëndësishme për Shqipërinë. Rama nuk e di se si do të dojë ta përdori për vete, por është dhe një ngjarje e rëndësishme ku diplomacia do duhet që të mendohet disa herë përpara se të veprojë. Më fal që të ndërpres se nuk dua të të heq qëndrimin tënd sepse është i qartë, po unë dua më shumë se sa benefitet që ka Shqipëria, mua më intereson në këtë emision të kuptoj benefitet që kanë personat. Sepse kjo benefitet që kanë vendet, zakonisht nuk i besoj, është bullshit. Kryeministri nuk besoj se ka përfitim. Ramsi si do përfitojnë nga puthja me Trumpin, nëse e puth. Përveç disa artikujve që do i shkruajnë disa persona të cilët paguhen me mëditje nga partia, nuk ka përfitim tjetër. Fare. Jo. Ajo që unë mendoj, Po takohet me perandorin, vlla. po nuk është se po e jep Trumpi imunitet penal. Trumpi do e përdori për politikë të brendshme, Rama do e përdori për politikë të brendshme. Nesër Rama vjen në Shqipëri dhe mundet që të Jo, nuk vjen nesër në Shqipëri, nesër është atje. pas nesër. Pas nesër. Nuk ka as edhe një lloj pamundësie logjike të ketë një hetim nga spaku. Ajo që ne duhet shohim është kjo, sepse sot kemi një shkëputje të marrëdhënieve transatlantike. Marrëdhëniet transatlantike midis Evropës dhe Amerikës nuk janë më në kulmin që kanë qenë. Shqipëria, me një shekull shtet, me këto institucione që ka, me disa aleanca me fuqi të mëdha që nga Italia, Sovjetikët, Kinezët, Amerikanët, pra kemi pasur të gjitha këto fuqi të mëdha kemi pas aleat. Duhet të dim të manovrojmë në marrëdhënien midis Bashkimit Evropian dhe në marrëdhënien me Amerikanët. Bashkimi Evropian është këtu, Bashkimi Evropian është partneri ynë më i rëndësishëm financiar, Bashkimi Evropian ka qenë dhe do të mbetet një partner shumë i rëndësishëm. Do flasim për atë, po. Dhe ne jemi vend evropian. Amerikanët janë aleatët tanë strategjik. Manovra që do të bëj kryeministri për të ecur në këtë fije Ti thua se fiton asgjë, Sebastian? Rama, përveç disa Nga puthja me Trumpin. Përveç disa elozheve që do të marrë së brendshmi nga personat që i paguan vetë partia e tij, nuk ka përfitim tjetër. Ore, spaku, struktura e posaçme, nuk do ndruhet, pra nuk do pësoj një të kurje pas i takimit, valla. Jo.
Fare. Asnjë. Ti thua nuk influencojnë fare këto gjëra. Asnjë. Ja të shohim, i ndriti si me thonë, pas e ta mbyllur marsitin. Në kuptimin çfarë që do Për influencojë pyetjen që të bëra, po SPAK. pra nëse puthet me Trumpin nesër ai më vlla. Çfarë efektesh ka efekte kështu? Perceptimi dhe perceptimi publik. Çfarë efektesh do vinë këtu sepse gjithmonë ka një, se thua, ka një pra është si puna e dominove pra. E ke parasysh? Pra, duhet të ketë patjetër një efekt, është pa mundur mos ketë. Po. Nuk ka efekt për një arsye. E ti mendon si sebi? Unë mendoj për një arsye të argumentuar. Më thuaj. SPAK-u është krijuar dhe ka mbijetuar në 4 administrata amerikane. Obama, Biden, Trump. Qartë. 4 administrata, struktura nuk ka lëvizur. Pse? Është çështje sigurisë dhe çështje e Departamentit të Drejtësisë dhe Departamentit Shtetit. Ti thua që hyn te kjo klauzola që përdoren amerikanët aq bukur që e thon national security. Po pra, te kjo klauzola nuk ka lëvizur në 4 administrata. Nuk ka lidhje këtë takon Edi Rama, ndikimi që do të ketë vizita e Edi Ramës atje është ky, që do të qetësoj militantët socialist të cilët mendojnë se ndoshta prokuroria dhe imperializmi amerikan do t'ju godas udhëheqësin e tyre Edi Ramën, dhe do të krijoj një zhgënjim të madh tek militantët e Partisë Demokratike, të cilët kanë menduar se Donald Trumpi do t'jetë i Mahmediu i 12 i fshehur i cili vjen dhe shpëton popullin demokrat, që as kjo s'ka për të ndodhur. Qartë. Thjesht këta po trajtojnë veten si indigjen, që po marrin foto në përbot dhe po vinë ja shesin popullit shqiptar këtu fotot sikur çfarë është dhe sikur çfarë ka ndodhur, kërkojnë legjitimitet nëpërmjet Por fotografive. te propagandës, më intereson të kuptoj sa ndikojnë strukturat në Shqipëri nga ky takim. Në strukturat e Nga kjo shtetit puthje. jo, sepse strukturat e shtetit janë kështu. Të vjen një përfaqësues amerikan i nivelit të caktuar nga Departamenti i Shtetit dhe i Drejtësisë, takon krerët e SPAK-ut, kryetarin e parlamentit, shefin e shërbimit informativ dhe vazhdon punën e vet. Pra është çështje e shtetit. Ne ndoshta nuk e kuptojmë sepse nuk kemi një shtet permanent të konsoliduar dhe institucional. Ne kemi që kush vjen në pushtet lëviz dhe pastrusen nga vendi i punës, por aty ka interesa dhe ata të cilët janë drejtorë të CIA-s, ka disa programe të cilat nuk kanë akses për t'i mbyllur, sepse programet janë 10, 12 ose 13 vjeçare dhe drejtori i CIA-s mund të rri më pak, 4 ose 5 vjet. Pra këtë aspekt nuk mendoj se do ketë ndikim, nuk ka pse të ketë ndikim, është më mirë të mos ketë ndikim, se s'mund t'i trajtojmë shqiptarët si qenje indigjene dhe t'ju themi që ky është i mirë sepse ka dalë foto me presidentin e Amerikës. Nuk ka asnjë vlerë, nëse ti nuk qeveris këtu dhe nuk ju përmirëson jetën njerëzve këtu, fotot nuk kanë asnjë vlerë. Mendoj se ne si shqiptarë duhet ta tejkalojmë dhe ta lëmë pas krave këtë epokën kur i mburremi njëri tjetrin. Kjo është ajo që do fotot e duaj. huaj. Mua më intereson më shumë të kuptoj Nuk do të ndodhë asgjë. Pra përgjigja ime është kjo që Ti nuk thua do jo. të ndodhë asgjë, asnjë ndikim i fortë. tek struktura e drejtësisë, te SPAK-u. Sepse struktura e drejtësisë është një humbje sovraniteti, në kuptimin që ti je aq shtet i dështuar sa që ta kanë marrë atë strukturën represive prokurorin të tjerët. Në një shekull Po jo shtet të të gjithën aman. dështuar, Po jo të gjithën aman. jo të gjithën si, të gjithën të kanë marrë sepse të kanë marrë politikën penale, të kanë marrë krejon dhe të Po kanë se marrë ka 5 marrë prokurorë. totalisht, pra duhet të them. Por nuk i duhet totalisht, i duhen 5 prokuror dhe kreu që t'jenë pro asaj politike, prokurorët e tjerë let mos jenë dakord, rëndësi ka të shkojnë çështjet përpara. E kuptova. Marsit? Për të krijuar dhe një rrugë të tretë ose një shteg tjetër, pak më përpara kur folëm për gjyqin e komandantëve të UÇK-s, folëm edhe në lidhje me idenë e konsolidimit të partneriteteve. Pra nganjëherë akuzat penale, gjyqet e tjerë janë simulime për të lëvizur një partner politik dhe për të vendosur një partner tjetër. Me të njëjtin parim, me të njëjtin logjik, mbase Rama a mos po mundohet të shmang një goditje që po i vjen duke e afirmuar veten si partneri dhe i Donald Trumpit. Tani kjo titulli mua më provokon ideja e puthjes, sepse puthja në strukturat e pushtetit ose të forcës, qofshin këto shtetërore, të errta ose qofshin këto në botën e kriminalitetit, njihet ose si simbol i fundit, pra gjithmonë tradhtari, po ta vejmë re në për skinat edhe në për filma, në për romane, po edhe mënyra si jepet si perceptim, tregon që tashmë je i zbuluar dhe po vjen fundi jot, është edhe çështje respekti, duke i njohur si një partner të ri. Pra nëse do ketë puthje midis Ramës dhe Trumpit, do jetë puthja e cila do simbolizoj fundin e Ramës dhe këtë do të tregoj mënyra se si do rridhi ose do konvergojnë ngjarjet, apo do jetë simboli i një partneriteti të ri ku Rama do konsolidohet si partner i kësaj administrate dhe do mundohet që të devijojë ndonjë proces penal, ndonjë akuzë, duke qenë se steka e goditjeve që ka bërë sot SPAK-u është ngritur, kemi 2 zëvendës kryeministra në akuzë.
Në qoftë se do flasim për ngritje standarde, sepse siç foli dhe Kreuri i Spakut, tha do shkojmë edhe deri tek në blokimi dhe sekuestrimi i pasurive dhe goditje do vazhdojmë punën që ka bërë Dumani, atëherë logjika çon që goditja më e lartë do jetë deri tek niveli i kryeministrit. Dhe unë mendoj në kuptimin, aty ka drejtin dritit, perceptimit është kjo logjika e fotove, takimeve që mundohet të qetësojnë bazën, po është edhe ideja si shtam në parimin në pjesën e parë të bisedës se mbase po mundohet të afirmohet dhe si partneri politik në këtë elitë politike që po sundon Shqipërinë.